Lidhur me statusin më të fundit në Facebook të zotit Berisha dhe me akuzat dhe përgjegjësitë e tij për lajmin e djeshëm, do ta ftoja për shkak të eksperiencës së gjatë që ka dhe të përgjegjësive që ka në politik, që ta përmbaj kënaqësinë, edhe pse ajo mund të jetë e vetvetishme dhe jo shumë e menduar dhe arsyetuar, sepse duket sikur është gati të shpallet më hollandez se kryetari i partisë tij. Ndërkohë që për mua, ju e dini që përkraja për Hollandën në futboll nuk do të mungoj, siç ka qenë të kaluarën. Kam qenë një tifoz besnik i Hollandës në futboll, në ditët e saj më të mira. Jam edhe sot, por ajo nuk është në ditët më të mira. Shqiptarët janë të integruar në Europë dhe do të integrohen në mënyrë të pakthyeshme. Shqipëria e ka zgjedhur rrugën e saj europiane. Europa është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, po dhe Shqipëria është do të jetë më e rëndësishme për Europën. Ky është një binom i pandar, ndërsa për sa i takon çështjes në fjalë, mendoj që gjithë politikanët duhet të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre, sepse mesazhet kanë qenë të qarta. Shqipëria ka bërë një progres domethënës, kjo është shprehur në mënyrë më të qartë. Shqipëria ka marrë për herë të parë në muajin tetor një rekomandim mbështetës mjaft argumentuar mirë për statusin kandidat nga Komisioni Evropian për shkak të këtij progresi. Parlamenti Evropian e ka mbështetur antarësimin e Shqipërisë, por nuk është Shqipëria ajo që përcakton procedurat e marrjes së vendimeve në Bashkimin Evropian. Kjo është një çështje që besoj dhe Evropa e Bashkuar do ta zgjidhin të ardhmen. Ne do të vazhdojmë në rrugën e integrimit sepse ne reformat i bëjmë në radhë parë për qytetarët tanë dhe do të vazhdojmë të përqendrohemi në forcimin e ligjit dhe në reformat ekonomike.